Te e din që Fatmir Lima e ka një histori me qujt shumë matë madhe se sa politike, para se me u bashku në strukturë politike me figura të rëndësishme. Nuk ndodhi, ne ishëm të gatshëm me listën tonë, edhe sigurisht që ka qenë lëndim, nuk mundu me thonë që s'ka qenë lëndim shpirtënor, sepse u përgatitu me pas një projekt shumë serios, me qujt një përveç projekt, ka qenë ma shumë se sa politike, një dëshire madhe që fuqia e bashkimit ka me sjell qatë energji që u prit ke pra, ka qenë si energji tepër e madhe, pozitive. Tu prit që me bashkimin tonë edhe një pjesë e një elektorati që ka hesht ose në ndërkohë e ka ndru votën, kur nuk ka mujt me votu ma PDK-n, e ka votu nismën, ose se ka votu nismën, e ka shku të PDK-ja, ose s'ka dasht as njërin heq, për arsye të idhënimit të ndarjes, ai ka hesht krejt, ose s'ka dal heq, ka qenë i demotivum, na e kemi pri që ata njerëz kanë me bo ndryshimin. Realisht, me këto vota, me këtë bashkim, ka me sjell fitorin e PDK-s dhe Bedri Hamza ka me qenë kryeministër. Do më thonë, një projekt të cilin edhe unë personalisht e kum dash, sepse unë kam një respekt veçantë. Unë e shmoj figurën e Bedri Hamzës, edhe jemi edhe kolegët këtu edhe këm punu shumë gjatë me ta. Por, fatkeqësisht, edhe me ta thonë shumë drejt, edhe personalisht unë jam zhgënjy pej mungesës së guximit me marrë këtë vendim. Sepse, pikërisht, unë e tash ndëgjoj diskursin e gjithmonë është në fokus bashkimi. Po, kush është ma shumë se sa figura e Fatmir Limës që kish sjell këtë unifikim dhe këtë bashkim brenda qasaj liste. E dyta, këto që e thatë jena ka në fokus për një arsye të vetme. Besoj që nëse një lider e ka ushqy dialogun e brendshëm dhe ka dasht me shujt këtë përqamje, me qujt, është një përqamje politike këtë gjë e madhe, që unë vetëm mas lufte e lartë e majmen. Do më thonë ka qenë një diskursi ashtë, për kena pas dy tabore, që tash, do më thonë, duket e absurde, sepse pas taj PDK me LDK kam bashkëpunu, po unë të qenë pjesë e strukturave të PDK, se kujtoj që ka qenë këtë gjë e frikshme, kur kena pas bashkëpunim me LDK, edhe sot më vjen turp i disa gjanave, do më thonë, qysh ka qenë atë kohë, qysh se kena akceptu që diversiteti politik nuk është për me urrejt, kjo është vesh një ndryshim i ideve, nuk është me mendu që unë ti janë miku i Kosovës. Që kjo që ushqy në Kosovë për vite, fatkeqësisht partia në pushtet mas shumë të e ka ushqy, e që na kemi dasht me gjithë që to përpjekje, hajde dalim në një sken tjetër edhe një lider i cili deshti me bo qëta. Tu e ofru votat e veta, vesh të jemi të qartë. Para se mi ofru votat për krijimin e mazhorancës me subjektin e vetë vendosjes, na ja kena ofru ish opozitës. Membri Krasniqit edhe Lumirit. Edhe unë mendoj që për këtë gjë e kanë pranu edhe ata, edhe shumë mirë që kanë folë në për studio. Që ka ndodhë tani? Tani, mas kësaj që ka ndodhë, dhe më thonë që për quj në mënyrë popullore, me të vërtetu ka në lëndim edhe janë thuj shumë zemrë që e kanë dash këtë, edhe jo vetëm për faktin si projekt politik, por dije që ndjesia e madhe që liderët e UÇK-s edhe të PDK-s nuk janë në Kosovë, du më thonë janë në Hagë të gjyku, këtu u po një ndjeshmëri edhe emocionale. Ne hymë në garë, ka njerëz të shumë të cilet ju kanë bashku kësaj thirrje me qujt për rreshtim. Rikthimin e Fatmir Limës në parlament nuk e shohin më si projekt politik, po janë një grupet njerëzve vullnetar të cilet që edhe tani kur po flasëm, du më thonë, një grup shumë i madh, mbi 100 njerëz janë duke qëndru, duke prit Fatmir Limën, disa del nga një studio me taku. Dhe më thonë, këtu nuk po flasë që janë votues të nismës, as po thonë që janë të gjithë votues të PDK-s, po janë njerëz të cilët vërtet e dojnë figurën e Fatmir Limës në parlament. Po flasim për një profil politik që nuk sjell përqamje, ka mundu me bo një dialog të brendshëm, u mundu me i lidhë të gjithë leadershipin ku mundet me gjithë, po fuqia jonë politike ka e vogël. Na jena parti e vogël, edhe se patëm numrat, për ndryshe musë më vjen hiq turp. Unë jam shumë krenare që i kena bu përpjekje, mos me pru vendin këtë situatë. Jo, në fjallët e pavdekshme të Fatmir Limajt, ti kisha 48 deputet, ato në Shkup e kisha bu qeverinë se lemo këtu. Po, e kom të qartë qasin. Po, një gjë është me pas 3 deputet si pjesë një grupi, një gjë tjetër është me tentu me bo 6 si pjesë e grupit tëndë parlamentar. Të regom, ka njës që kjo? Që të regoj, mas pari, nisma lartë nuk është subjekt që është u kriju në moment që tash edhe ka hinë gjeve. Da, e vërtet. Po ta thëmë shumë sinqeresht, dhe më thonë elektorati nismës unë nuk e besoj që është ka elektorat ma besnik. Ka qëndru afer Fatmir Limës edhe në moment edhe ma të rande. Pro nuk është kjo moment, kjo është një moment i vështirë, sfidus, politik. Mirë po, Fatmir Limaj ka pas momente edhe batranda në jetën e ti, kur njerëzit nuk ju kanë largu. Me mira votus ti i qëndrojnë afer, i besojnë, janë besnik. Pra, nisma
edhe pse është e vogël si parti, e ka një strukturë të organizume. Çka është më e rëndësishme në këto momente kur gjitha partitë politike ju shihni vetë se ti e njeh shumë mirë sistemin tonë politik. Garojnë deputet janë të luftu me mbjetu brenda subjektit për me fitu vetë. Tek nisma nuk qëndron që kjo. Domethënë është një kauz me rikthy nismën në parlament, me kthy Fatmir Limën në parlament, asnjë nga ne si kandidat nuk lufton për veten e vet edhe nuk e sheh. Ti ndoshta hyn është shumë e lehtë me bën një kërkim me pa se nuk bën asnjë deputet fushat për veten e vet. Pra, ne jemi duke lobu si një 2-2, duke i ftu elektoratin, veçanërisht, edhe unë do ta shfrytëzoj rastin sonte përmes kësaj studie sepse e di që ATV përcillet, e veçanërisht ky emision përcillet shumë, përcillen e ju politike shumë, nga njerëzit e politikës, nga njerëz që i dojnë proceset politike në Kosovë. Të gjitha ata njerëz, të cilët me të vërtet janë ditë të thyrë shpirtnisht që Fatmir Limaj nuk hyni në listë, nuk u bëhe mundur ky bashkim politik në një listë. Tani e kanë mundësinë që ta shohin Fatmir Limën në PDK edhe ta shohin në parlament duke e votuar një 2-2-shim. Po flas edhe për njerëz të cilët moti s'kan votuar në asnjërin tabar, sepse kthimi i Fatmir Limës në parlament me një grup prej 6 deputetësh, minimumi, do ta bën të mundur Bedri Hamzën kryeministër, pra, brenda po flasim. Për ndryshe, unë që i shoh skenën politike, unë nuk e shoh të mundur që nuk shoh diçka interesante që ka bo si projekt që ka mujt me linë brenda këtij nën mushi që e ka ndryshuar platforme politike të zotit Hamza që kish me i shtunja 6 ose 7 deputet. Konsideroj që kjo është mundësia. Jo, ka ndru një gjë. Nuk është ka garën mos i barë si listës po si kryetari partisë. Për të mira, për të keq, Mebli Krasniqi s'është mo kryetar, nëse njerëzit kanë pas të loshe, cili është roli, cili është fuqia, cili është steka e Bedri Hamzës cili është hisja në vendimarrje, që ta është e din, njeri është kryetar. Për qita lartë, unë menoj që unë e kom dash me pa Bedri Hamzën si një figur të madhe politike na e njohëm gjithë, unë asule se kam njohë si lider politik, do më thonë gjithmonë e kam njohë në pozicionet e ekspertit të ekonomisë, të financave, do më thonë që e kemi vlerësu krejt Kosova. Janë të njerës që janë numër 1 për me qenë numër 2, po tash e ka shansin me qenë numër 1. Nuk e di, do më thonë kjo është një mendim e jute mirë po e kam pa ka bu projekte që është mëdhaja, do më thonë që thjesht me qujt Kosova ja ka po hajrin. Por, tek çështja politike, te projekti që është thirrë, do më thonë, si formë e bashkimit tonë,